Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë emision të radhës. Unë jam Senad Nikšići. Në një nga institucionet më të mbyllura dhe më pak të njohura për publikun, është një njeri që ka parë prej më shumë se një dekade historinë e sigurisë shqiptare nga brenda. Që në ditët e para të hapjes së burgut të Reçit, ai është efektivi më i vjetër në këtë detyrë brenda këtij institucioni. Lek Bushi rrëfen sot realitetin e panjohur të jetës brenda mureve të burgut, presionin, rrezikun, disiplinën dhe momentet të cilat nuk harrohen asnjëherë. Një rrëfim nga brenda sistemit, ku çdo ditë është një sfidë mes ligjit, rendit dhe njerëzve të cilët e kanë humbur lirinë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini Bushi sot në këtë intervistë, besoj pak të veçantë për ju, po besoj edhe për publikun. Mirëmbrëma dhe mësë Vëgjeta, falenderoj për emisionin dhe për ftesën. Përveç se punonjës, po themi, i burgjeve prej vitesh, jeni edhe kryetari i sindikatës, apo jo të punojësve të efektivëve të cilët janë pjesë e institucioneve të burgjeve, apo jo? Po. Unë punojës i sistemit penitenciar që nga viti 2011. Dhe qëtje kam qenë aktivizuar në sindikatën e policisë në burgjeve. Në fakt, kur ka nisur karriera juaj, po themi, në institucionet shtetërore, pra në fillimisht? Karriera ime në policinë e shtetit ka nisur në vitet 92, në policinë e rendit, pasaj pata një shkute dhe 2011 u riktheva te sistemi penitenciar, 2011 në IEVP Shëngoll. Çfarë peshe kishte policia në ato vite? Themi në vitet 92 kur ju e keni nisur punën si efektiv rendi. Si silleshin njerëzit, si ishte? Thonë të drejtën deri nga rreth viteve 95, autoriteti i policisë shtetit ka qenë disi më ndryshe se sa sot, sepse ishte ajo tysnia autoritetit shtet dhe përzjedha mbase edhe efektivet policisë shifia më e drejtë dhe më e pastër dhe nuk ishte rënë ato detaje sa që disa pasojë që në mas edhe po i vujmë edhe sot. Vetë aspektet politike duhet mobilizojnë nga aspektet ndryshme, duke qenë punojës i policisë së në uniformë, duke parë se kur është në jetën civile, dhe ta shohësh në uniformë, është fije të si e dëmton imazhin. Mirë po, ka pas raste edhe nga ma ekstremet, që janë pasojë që i vujnë edhe sot shoqëria. Pra po thoni që ishte më mirë policia, më autoritare në ato vite, 92-95? Po, ishte më mirë. Përzjedhja dhe efektivet ishin në pikpamje më të duhur, më të qartë. Po njerëzit me policinë, them, në ato 3 vite... I druheshin më tepër autoritetit shtetit. Pra ishte ende ajo... Ishte ende ajo fryma ndërsi që është policia. Pra pavarësisht se erdhi demokracia, ende ishte, po themi, një lloj frike për policinë? Po, ishte sepse ruhej. Kishte edhe efektiv vjetër që i kishin kaluar në vitet dhe që i njifshin, i dishin që janë punojsh në zbatimit ligjit dhe ishte rujt ajo fryma. Viti 97, ku ju zuri? Viti 97 në rajonin e Bashkisë Baudajsit, aty kemi pas postën. Dhe ka qenë një në vitet që nuk e urejti në udhës në stiloj shtetit, jo shtetit shqiptar ose komunitetit ku jetojmë. Nga ma ekstremit. Natën kur shpërthyen depot, keni qenë në punë, nuk e di se si e kujton. Ajo ditë ka qenë dita nëse më vështira, sepse ne kemi pas edhe shumë raste tjera që nëse kemi pa ekstremitet, po. Kur i kujtojmë që pjesa repartit ushtarake se ishin shkolla e instruksionit, ku është bashkia që ka qenë brigada, ku në herojt e repartit ushtarake që ishin një numër goxha punësurish, dhe më hodha në herët natë, ishte e të mërshme, po. Shku erdhi. Në nxorë e shu rollën gjithë Shqipërinë dhe... Pra 3 reparte u shkatruan? U shkatruan bërë një natë. Turpët e djerë u gjujtën mëjnë dhe pa mënyrë pa kuptim, nuk e dishin as ato vetë se çfarë po ndodhë. Morën gjithçka? Morë, shpërdalu gjithçka, shkatru gjithçka. Ishte situatë makabër.
forcat e policisë ishin ende në punë apo u tërhoqet? Si Forcat e policisë dësin në uniformë mënyrë u tërhoqën sepse turmat morën gjithçka përpara. Wow. E pa kuptim, nuk kishte pse të hysh sepse në ato momente ajo që ishte më kryesore vetëm shikoj mos ketë ndaj problematik, ndaj viktimë, ashtu mos shkapeteshin me armë sepse ishin një pjesë në shi edhe nuk e njihshin armatimet. Se instinkti shqiptarëve burra shuhet morrin armën. Ato ishin ndikimet më të mëdha që shihshim ndaj tyre, mos ketë një shkapetje me një tjetër kundër armatimeve. Kështu u shpërbat gjithçka, si shkolla e instruksionit, si edhe brigada, kur është bashkia, o da se konajrori. Si në gjitha Shqipërinë nëse. keni përjetuar në një moment fatal të kolegëve gjatë atyre viteve? Ka disa, një numër, po themi, konsiderueshëm punojësit policisë të cilët kanë rënë krye detyrës. Keni ndonjë rast konkret të miqve, kolegëve tuaj me të cilët i keni njohur se keni punuar? Rrethanat tilla i kemi përjetuar sepse kemi pas shumë kolegësh, ose në ngjarja më makabre që ka qenë në fund viti 2009 ku ngelen 4 viktima në lokal. Në këto njëri ishte komandant i postës të Doçi bashkë me vllajën Nikol Progri, Zorin Baca, që ishte ekstreme. 4 viktima në një moment. Pra ishin kolegë tuaj, ishin... Dy ishin kolegë tonë. Dy ishin kolegë tonë. Dhe u ekzekutuan, pashtu 3 vdiqën në vend, një vdiq në spital pas plagëve të mëdha. Po, ishte tronditse, për komunitetin ishte tepër tronditse. Me pas kemi pas shumë një kolegu që më rrethana enigme edhe sot nuk dihet, Erben Lasku, gjatë shërbimit, nga i plumë rregoshet, që kur la ashtu, gjeti vdekën dhe vdiq. Si ka qenë kalimi nga policia e shtetit, pra nga forcat e rendit tek policia e burgjeve? Po shputes nga policia e rendit, periudhë kohet pa punë, dhe u aktivizëm 2011 në IEVP Shëngoll, Lezhë. Pjesa rrugës dhe largësia pozicionin tonë ishte i Fieranë për pjesën nga Shkodra, por u mundu me ata sakrifizime dhe kam vazhdu nga 2011 deri në 2015 në IEVP Shëngoll. Pse e bëre këtë ndryshim nga rendi tek burgjet? Ndoshta në ato vite kështu mua mundësia mu gjetë si hapësinë institucionale, se jo se kisha ndaj mahni që të filloja ke burgjet, sepse i quja si shërbim strikt, pak më të ndajten. Po kështu mua mundësia dhe kështu u dërua edhe ngel aty. Me pas keni ardhur në burgun e Reqit apo jo? Në Malësinë e Madhe. Në shtator 2015 jam komanduar në IEVP Req. IEVP Req në ato vite ishte akoma në punime, sepse është zvarritur në punimet në IEVP Req për arsye të kushteve atmosferike, se ai ka filluar në 2012 që bëhet si burg, por për arsye të kushteve atmosferike, firma u detyruar të rrute i far pozicionit dhe u shtyn punimet. Unë jam rikthyer në tetor 2015, bashkë me grup punojësish, dhe kemi marrë ndërsim IEVP-n si objekt mbrojtje bashkë me policinë private, sepse policia private kishte një grup që u do të mbrojt materialet e firmë si kishin vetë. Dhe kur është hapur pastaj besoj në 2018 apo jo? Në funksion është zhvon në janar të 2018. 18. Është një burg i mirë siç është trumpetuar që në fillim? Parametrat e burgjeve tjera është burg i ri, është burg me parametra, ka ndryshim me IEVP në Shënkoll ose me burgjet e tjera, sepse është domosdoshmërisht është burg i ri, me dhoma dyshe, nuk kanë me fluks, që u qenë në burgjet tjera, 4-5 veta. Si është trajtimi i punojësve të policisë së burgjeve? Në 2020 është bërë njësimi i ligjit me policinë e shtetit.
Çfarë do të thotë kjo për ju? Si punonjës, po tani edhe si kryetari i sindikatës. Policia Burgjeve ka vujt mikurriz dhe vazhdon të vujë edhe sot e kësaj dite problemin dhe trajtimin bëjnë standardet ose bëjnë ligjit. Janë bërë shumë në hyrje gjatë këtyre viteve, nuk mund të la pa përmend se s'është rrit cilësia, por për lënë për dëshru përsëri në disa drejtime. Sot për sot njëve për rec, jemi me sistem dëmëtorësh, gjë që jo është kodit punës, kemi efektiv që na vinë nga rresheni, nga laçi milotit. Pavarësisht se rezuni fogon, po kesh një efektiv që niset në 2 natë sa dje. Vjet punoj dëmëtor. Shkon ora 21, 22 pa shku në shtëpi, ka në shinese ka marrë prapë në punë, është të shkaran. Keni shumë të tillë? Po kemi pjesë të mirë të efektivit, sepse me të thënë drejtën, pavarësisht se pati fluks të madh në 2018 që o punësuan një numër i konsiderueshëm punojësish, dhe po thuaj se në vitet 2018-2019 nuk kemi pas problem për efektivin. Pastaj ajo që i penalizoi që kjo pjesa e ligjit të ri që doli në 2020, sepse në vitin e parë të quhen aspiranta, dhe nuk trajtohen me rrogën e marrin 80% të inspektorit. Dhe kjo specifik na ka bërë që mos të ketë pranime të reja shumë. Pavarësisht se janë bërë shumë thirrje, e shumë kurse, shumë pranime, por gjithsesi e vujmë te. Po për ata me vite pune? Ata me vite pune, pavarësisht në përgjithësi mangësive të përgjithshme që ka sistemi penitenciar, të që përmena me largësia e shërbimit dëmëtorësh, është mungesa e trajtimit vaktit ushqimor, që me ligjin e ri në raport me sektorët e tjerë të policisë së shtetit, akoma s'është bërë e mundur, edhe pse zoni i sindikatës dhe kujtorit sindikatës ka qenë shpeshherë i ngritur për këtë problem. Vazhdojmë se të kësaj dite të ngelim pa trajtimin o kundrejt legëve o vaktit ushqimor. Tha që 12 orë është në shkelje me kodin e punës. Pse është në shkelje? Janë shumë orë, si... Dëmëtorëshin, policia Burgjeve hyn te sektori i punë veterana, dhe dëmëtorët të rish e para prefekt siguriet. E dyta me këtë punën dëmëtor është tepër vështirë. Biles kemi shumë vena që burgjet punojnë me sistem gjashorësh për arsye të kushteve të rrethanave ku ndodhen. Se je shputën totalisht nga realiteti i jetës e komunitetit dhe jetës përditshme e familjes, jo dëmëtor. Po pse ndodh kështu apo për shkak mungesës punojësve? Po kryesisht kjo, për shkak të mungesës punojësve. Sa mungesë ka aktualisht burgun e Rishit? Pra sa është kapaciteti dhe sa janë efektiv që mungojnë? Po, mund të kemi rreth 30 me këto pranimet e reja që kanë ora, rreth 35 efektiv 14 që mund i kemi sot mamët në institucion. Pra është një numër i lartë, besoj. Numër i lartë, sepse detyrohesh të akumulohesh me efektiv tjetër ose të krijosh barr grupit punës tjetër për sepse nuk let veni punës bosh. Sa aty në stop 24 orë jeta vazhdon. Pse është i burgosur ka drejtat e veta. Pse nuk zhvilloni protesta ose greva në bazë sindikatës? Ne nuk ta lejojmë protestat dhe grevat. Ne mund paralajmërojmë, parashtrojmë kërkesat e institucioneve në drejtorinë e përgjithshme, por me ligjin e ushtarakut më sa. Jeni bërë ditura këto kërkesa? Jemi munduar disa herë. Vazhdojmë premtimin e kena pas që do realizohen, por sot për sot Allah se në bënë mundur këtë që prejke më parë. Si bëhet rekrutimi i një punojësi policisë Burgjeve? Pas vitit 2020, trajnimet dhe rekrutimet kanë vazhduar te Akademia e Sigurisë.
Dhe çdo vit ka pas aplikime, pavarësisht se numri ka qenë shumë i vogël, ose ka pas edhe nga ata që edhe kanë vazhdu gjatë rrugës janë ftof, jo më paga vogël, ja po te se vitin e parë në pozicionin e saj duhet nifesh brenda sistemit, kalosh të ngritjet në detyrë dhe pozicionit e performancat që mund të kesh në institucion. Si ka ndikuar politika në emërimet në burgje? Jemi në Shqipëri, dhe ndikimit e veta mos janë gjithkohë në çdo institucion, vetëm tek ne. Mirë, besoj nuk është normale që përfshihen edhe burgjet për shembull, nuk e di si e mendon. Po normale nuk është, po tash edhe ndikimit e veta ne në këtë realitet jetojmë. Doshë pa doshë do japin efektin e vet. Pra ekziston edhe aty. Ekziston. Është pa më kush vetë. Të thush që s'ekziston është pa besueshme. Këtë doshë pa doshë jeta aty zhvillohet sikur jashtë. Pavarësisht se është pjesë e izolume që disi një farë mënyrët në një vendim që nuk ka dhënë gjykata dhe ne jemi durim të shërbejmë. Po nda dënikimet që nga ose drejtuese deri tek më i vogël. Dërrimi i shpeshtë i drejtuesve dëmton apo ndihmon? Çdo titullar i mirë që bën një punë mirë e ka më të lehtë titullarë që vjen nga pas. Problemet është që vun drejtori aktual sot mund të jenë edhe pasojë të akumuluar gjatë paraorës së tij, ose do t'i vujnë pasorës së tij. Të me shpërqendron pak punën, dërrimi i shpeshtë i drejtuesve ose normalisht e shpërqendron punën. Normalisht e shpërqendron punën. Për shembull, si funksionon në vendet e zhvilluara? Pra ndrohen atje shpesh apo ka drejtues që qëndrojnë me vite, nuk e di si është kjo pjesë. Ka rastis në disa trajnime që kemi pas, mund përmend një Holland që kishte ndaj 12 vjet drejtor burgut. 12 vite? 12 vite drejtor burgut. Në të njëjtin vend, a? Në të njëjtin vend dhe ishim një trajnim kështu 50 orë dhe po na tregonte 12 po shikoni. Ja, pra sot ishte këshilltar pranë ministrit të drejtësisë, një kuriozitet që më habiste. Tek ne janë këto. I vjet 2 më tepër kurrin drejtori, apo shefi i policisë, shefi i sigurisë. Gjithë ndrohen. Gjithë ndrohen. Dërimisht ka politike, dërimisht janë dëruar tërvatën më në sektorit, ndash atij civil, ndash atij policor. Si nis dita punës? Kur shkojmë atje në institucion do të mi harru problematikat që ke këtë shtëpia, familja, jetë shoqërore, do të përqendrohesh tek aktivitetet dhe punë të përditshme, rutinë që mund të kesh, duke i përmbajtur misionit policisë burgjeve, trajtimit në mënyrë humane, pa dallim feje, ideje, ka ngarkesën e vet gjatë ditës, tysnin, presionet, duhet të jesh gjithmonë në pozicionin e qetësisë, që ta dish qëllimin që mund të ketë, sepse shpesh herë ka shumë raste që mase i paraburgosur ose i dënuari mund të ketë shumë drejt për problematikat që mund të ketë, por nuk funksionon. Nuk funksionon sepse po të përmendëm edhe më rastet e fundit që kishim para 2 muaj kur u bën një grevë nga këta avokatit, 3-4 ditë, 5 ditë aty. Ne kishim atë ustin sepse mas i paraburgosi kishin ora fatër për të liruar ose i burgosuri e ta në gjykat nuk vazhdoshin. Ose që ishte kur u bra gjyqtari që ishin në shej protestet, disa ditë që ne jetëm, e në përplasje që i ham direkt ne, si punojës. Kam ditën e lirimit, kam masën që do të marrë... Pra irritohen. Irritimi dhe përplasje, ne jemi gjithmonë në kontakt përplasjes me ta. Pavarësisht se s'ka gjë personale me ne, se e din se ka me sistemin. Por shfryn tek ju, se ju jeni... Përplasjen e kemi ne. Po. E duke qenë pjesë e uniformës shtetit, i duket sikur ne po ja bëjmë me borxh atij. Cilat janë fakt marrëdhëniet me të burgosurit? Në specifika të ndryshme, sepse ka lloj-lloj mentalitetesh, duhet ta kuptojmë që në komunikimin e parë se cilat qëllimi që ka ai. Mënyra për të argumentuar mbi bazë
në bazën ligjore se çfarë rrugë duhet njeke, çfarë rrugë duhet njeke. Ne aty jemi vetëm për rujtjen dhe sigurinë dhe përcjelljen e shqetësimeve që mund të ketë ai te sektorët përkatës, te sektori juridik, sektori ligjor, te rrugë mjekësore. Mirë, besoj ka edhe biseda që mund zhvillohen, Po sepse normalisht rrish du motor aty edhe biseda kemi, tash di ka edhe njohim. pra, në këtë aspekt, si janë marrëdhëniet e njohjes. Bëhet e tema që mund kapish ose mund takosh me ato, zhvillohet një bisedë duke por veten në pozicionin e burgazisë me ta, sepse i detyruar përshtatesh me ta, e ta diskutosh tamam në realitetin e jetës përditshme. Pra, normalisht përfshihen edhe në biseda të tilla, janë pashmangshme. Janë pashmangshme, nuk e që kohën që kanë ajerimet ose pjesën e lëvizjes lirë pas ditëve, ku janë gjatë dashje pa dashje skicora, pa diskutue, pa. Presioni i dënuarve dhe ndikimi i atyre që quhen të fortë. A është shqetësim? Ne i kemi gjithë një lloj aty. Nuk kemi të fortë të dëmë. Trajtimin mundohemi t'i japim gjithë secilit para se ta ka. Ju, okay, por Si po them strukturë ata. policore. Ja, nuk ka se kemi pas probleme, edhe ndoshta i frynë më tepër portalet, ose thanje të bani e këta, sepse ne nuk kemi pas një kim dashje pa dashje pjesa e paraburgosës ose dënuarit është disi e lydhur, sepse zëri i paraburgosës ose dënuarit është polici. Mbahet e gjuha e komunikimit që jep polici për problematik, për shqetësim që mund të ketë i paraburgosësi. Si sillen të fortët? Normalisht me ne janë që të mirë, nuk kemi pas probleme, të ndajtën, as në lejsh, pa më se ne na vjen kesh, është në formë mënyrë që i shohim këtë dohin aty, por A ka të paprekshëm brenda burgut? ja, pa prekshëm s'ka për në burgut. Do që të krijosh shoqëri me një të burgosur? Nuk mund t'i thush shoqëri, por mund të kesh një muhabet me tepër se me dikë tjetër, se mund të jetë në rrethanat e shoqërisë ose na vjen keq se e shohim, për ke njohim jetën për jashtë për një problem që mund të ketë ndodhur, na vjen keq se e shohim aty. Por nuk jemi ne. Mund ta shkëmbejmë muhabet më tepër në sistemi tjetër. Kryesisht pjesa e madhe në zonë Zveriut, po kemi edhe zonë si jugu që mos më janë mi tjetër. Kush janë ata që shfaqin më shumë shenja pendimi? Tërsi shenjat e pendimit i ka gjithësili me vete. Se po të bëjmë analizën që ti isha treguar më i matur, do kisha zgjidhur ndryshe, do kisha përfunduar këtu. Ka sa dush që ja se kam bën, jo po këtë, jo po ne, po. Problematika kanë me gjyqësorin, jo me ne. Autorët e krimeve ordinere, si trajtohen? A janë objekt sulmesh në një burg? Nuk mund ta them se janë objekt sulmesh, por vetë specifik punët, duke marrë parasysh rrethanat ku ndodhen jemi të detyruar të sistemojmë që mos të kemi kontakt me hasmërit ose me problematikat që mund të kenë. Janë ndarë me sektore ose me godina. Si bëhet ndarja atyre që kanë konflikte? Që në pranimin institucion, sektori ligjor dhe juristi shqyrtojnë ndosin e tij dhe problematikat që mund të ketë, edhe deklarimet e tija. Edhe ana shtetësore të komisioni institucional është edhe një msmjeku që bën pranimin e tij. Dhe merren gjitha deklarimet e tij edhe rrethanat e tij. Në fund pyetet edhe kena një qenie që mund sistemohesh pa shkuar sa mund të jesh tu. Sistemohen i bazën e njohurive, rrethanave miqësore, shoqërore, duke krijuar i forë përshtatshmërie në sektorat ku ka me kaluar atë pjesë dënimit apo paraburgimit që mund të jetë. Sa herë del në ajër një burgosur? Në periudhën e dimrit, ka tetori deri nga prilli maj, 2 orë para dite, kjo ndarë si mas sektorëve, sepse nuk mund dalin gjithë për i heri. Dhe pas ditën e ka bëjnë sektorit në hall aty, kur mund bëjnë e lojë me një tjetër, jo shajo, domina, jo letra. Po çfarë aktivitetesh bëjnë në fakt? Po gjatë paraditës ku janë në fushët e rimit, mund të ketë edhe neshje sportive, sektor me sektor, godin me godin që i organizon institucioni dhe një grupi sigurisë.
mi bazë një programe që mund të hartojnë. Shfaqen probleme aty apo janë në kontroll? Ja, janë kontroll të drejtë, nuk kanë si shfaqen, janë në monitorim trupës policore, grupi sigurisë, nuk kanë shfaqen. Po liria e besimit, si ushtrohet brenda burgut? Liria e besimit është e drejtë e tyre ligjore, vjen prifti, vjen hoxha, kanë vendet caktuara në institucion, dhe ditë e martë shkojnë besimit katolik, i dhe premte të besimit musliman, si mas Vinë godinave aty klerikët çdo të martë, çdo të premte? Sidomos rastet e ftesë, ku ishte Bajrami dhe pjesa paqeve, sa herë tjera më rrallë. A kryesisht në rast të Në festave? rastet e festave, por e drejtë e besimit është, sepse jo, nuk e mohën kush, e fliqi, është e drejtë e tyre. Sa persona qëndrojnë një qeli në Reç? Në Rec qëndrojnë 2 persona në qeli. Në krahasim me burgun e Shëngollit ka në shumë mall. Që ose atje qëndrojnë 7-8 persona, çdo qeli është me 2 persona. Këtë favore ka vetëm burgu i Reçit dhe i Firit, që janë burgjet të reja që kanë bërë me vitet e fundit. A ndjeni të rrezikuar nga jashtë? Ja, se kemi pas një problematik, për që ne kemi vetë, se ne jemi, masi para burgosi, ka i problematik me sistemin, da shofe ne i duket sikur e kena bën ne atë. Nga aty mund krijohet ti përplasje, ti debatit, do që pa do që hyn në konflikt me te. Nëse si e jafta menaxhosh situatën, ose ti argumentosh që Mund vijoj edhe jashtë. ndizet konflikte pastaj. Jo po ma ke thënë, jo po ma ke bën, jo po këtë, po ne edhe janë negime që ndoshta edhe mund negojnë edhe jashtë. Por jo se kemi pasur problem. Sendet e paligjshme, si depërtojnë? Problematika ka pas gjithmonë, do të ketë, pavarësisht se pjesa e sigurisë është në aksion të vazhdueshëm kundër tyre, por është e pashmangshme. Është e pashmangshme, dashje pa dashje. Edhe ato emërimet e cilësimit që prekën pak më parë më lart pjesa e syne politike e një tjetër, dashje pa dashje ato, por Pra bëhen nga lart, thoni ju. janë, japin efektin e vet dashje pa dashje. Dashje pa dashje janë negimet që nër vite është bën dhe do bëhet. Pra vinë nga lart, nuk është se e kanë dorë punojësit e thjeshtë, Ndoshta të edhe- cilët janë në turn dhe Ndoshta edhe ore, ndikimi mund të vijë nga lart. Pavarësisht se mënyra e futjes brenda mund të jetë nga punojës. Punojësit po hynë edhe brenda. Se një familjar ka të vështirë, po nuk pat lidhjen të bie se ndalu, sepse aty po ju konstatui diçka ndaluar i penalizohet, i ndërpritet takimet. Po dashje pa pra është një zinxhir që është një zinxhir që nis nga lart dhe përfundon poshtë. nis po, shumë përpjekje në bë, po bëhen, por nuk është e pashmangshme që të eliminohet 100%. Çfarë janë gjetur më shumë kur ka patur kontrolle të sendet e paligjshme? Pa pjesa më e madhe e dënuar ose i para burgosit do një telefon. Kjo ka qenë pjesa më e madhe, ose ndaj biçak i vogël që mund ta improvizojnë aty brenda sa për kryer nevojat e tij personale në kuzhinë të gatimet. Tentativa rratisjet, ka patur ndonjëherë burg të Reçit? As nuk ka pas, as nuk urej të ketë, edhe është e pamundur që të ketë, sepse është në mënyrë të tillë sistemi dhe perimetri që është vështirë, ndarë si mas sektorëve. Që ose një punojës shërbimit aty brenda në sektor, është punojës i tjetër që janë të mbylla zgarat. Vazhdon ulesh poshtë në godin, mbyllet zgarat e tunelit ku vazhdon lëvizje. Është një zinxhir i tërë që është vështirë të mund të depërtosh 1-2, po nuk ka ashtu. Plus sistemi i kamerave që është ndërthurur në mënyrë të tillë Që e bën pamundur. se e bën pamundur. Përplasjet mes burgosurve. Pse ndodhin, si ndodhin? Bisedat, siç e prekëm më lart, zhvillohen sikur një jetë e përditshme. Situatat mund të agravohen dita ditës, jo pse ma the, jo pse ma tha, jo po ma ke thënë edhe ditë, jo po më ka thënë edhe ai kështu. Sigur në jetën e përditshme të jashtë, edhe mund vjen një moment që mund të përplasesh. Gjatë lojës futbollit, a domina
ndoshin në ndikim edhe nga jeta e jashtme, duke pas në ndikim nga pjesë të shoqërisë jashtë, mund të ketë në ndikim që jep efektin e vetë dhe brenda. Krijon Keni përplasje. patër apo jo 2-3 raste të fundit, Ka pas në ndikim konflikte fizike. konflikte fizike. Faktikisht unë gorget sepse me këto i bën edhe show shumë, se aty moment është policia që nërhin, po janë të ndikime të zëre që au e bane, theu e ka bo kështu, ka këtu e kështu. Mund të ketë ka ca fytje në momentit që mund nërhin, o nërhin pjesa e grupit që mund të jetë paraburgosur të edhe trupa policore. Pse nuk ka patër dëmtuar konsiderueshëm 2 rastet? Tentime ka pas, po jo në raste ekstreme sikur i bëshin mediat. U banu këthy në raste ekstreme. I frujnë shumë. Do thamë sinqerisht i frujnë shumë. Pra nuk ka patër dëmtuar, po themi, konsiderueshëm? Jo, mund të ketë në goditjet momentit, me grushta, me dora, me shkruta, me diçka, po jo në të raste sikur i kam dëgjuar media. Përplasje mes grupeve nuk ka? Ja, është e pa mundë që përplasje mes grupës, sepse është policia prezent në çdo sektor. Paraburgimet dhe bipopullimi, përflitet shumë. Në fakt, si është kjo pjesë në Burgun e Reqit? Është vërtet, në fakt, se paraburgimi ka mbipollu jo vetëm Burgun e Reqit, po gjitha burgjet. Se Burgu i Reqit u mbipopullu shumë shysh se u shkri burgu i Shënkollit, se ka lejë spital, u shkri burgu i Zaharijis, dhe ka lejë spital, dhe po thuj se në zotë veriut në të njeli burg tjetër. Një problem të madh që shkaktoi sot është kodi i ri penal që pritet, sepse në shumë në rasteve kur na thonë ka një aspekt paraburgosurit, sikur të jemi të pi kafe bashkë, unë përsër në ngërkim edhe me të policie me të futë të ju me në grupë. Kjo disi është e pa kuptim. Por është kodi i ri që pritet deri në fundi këtij viti që t'i specifikoj. Sepse ka shumë që janë kap në grup, por ndoshta atë ka qitë rasti ose mund të ketë mik shtëpijet, dhe e ka fut në grup. Ka pas fluks shumë, edhe vazhdon të ketë fluks dita ditës. Sa është numri paraburgosurve ose i burgosurve dhe sa është kapaciteti në Burgun e Reqit? Kapaciteti i burgut Reqit është rreth 800 vende. Se sa është numri, aty është din sektor të përkatës. Është çështje sigurie, e din vetëm sektor të përkatës. Se mas sektorëve. Shkon tek 600-700? Po rreth aty. Rreth aty. Pra është një numër i lartë apo Një jo? numër i lartë, edhe këtë pjesë kanë fryrë më tepër paraburgimi. Si ndahen përqindje, pra ka më shumë paraburgosur besoj? Sot për sot po, ka më të paraburgosur. Po fakti që gjykata e apelit tashmë prej disa vitesh është në Tiranë, sjell jo një ngarkesë për ju punës? Detyrimisht se sjell ngarkesë, sepse forca na duhen për të shoqëruar. Mase i paraburgosi apelon vendimin e Mozës Arresit dhe aty jemi detyruar ta shojmë në Tiranë. Detyrimisht si ka sjell ngarkesë punët. Nuk kemi që bëjmë se kështu ka ndërtuar vetë sistemin dhe për të nxjerrë kemi, ne kemi nxjerrë edhe për ta sjellë Shkodër, të apelin Shkodër. Për paktën këtu i kemi menaxhuar, kemi pas forca për ta menaxhuar situatën dhe distanca ka qenë shumë e afërt. Po shkosh në Tiranë, e të vinë na duhen shumë forca. Ose mund të kena grupe, për shembull, grupe rivale që janë detyruar dyshim në fugon tjetër njërin prefekt sigurie në fugon tjetër. Për dhënë mos universimin. Pra është një problem për ju kjo? Problem ngarkesë. Cili është një rast që ju ka mbetur në mendje nga të burgosurit? Patër një rast në Lejsh që siguria larg, ku vetë varë, pasi kishte bërë 16 vite në burg. Ishte edhe 3 vite sa në siguria larg. I dha fundi jetës kështu e mendoj jetën e edhe për 3 vite 8 muaj burg që kishte, po vetë varë, vdis në spital Lejshës. Ishte djalë i ri, rreth për 7-8 vjeç që ishte atill, si vite keqe për pras kusa ishte met. Pa më shërthanave si ishte Ramburg. Ishte ram. Nuk mujtojnë edhe të gjitha, po kena pas një burr i vjetër, dhe që ishte dënu në 6 vjetë, 7 vjetë burg, dhe moshë i vjetër,
në habit të rasti të tillë. Që u dyshet ka ngancmu vajzën a familjen, apo diçka të tillë, po rast që më duket i pabesueshëm, pavarësisht se i takon gjykatës ta specifikojë edhe ta ashtu, po 75 vjeç, 70 vjeç ta konceptosh në mënyrë të tillë, më duket disi absurde. Është dënuar formë për është dënuar. pra për atë vepër penale. Është dënuar vepër penale. Duke u nis nga mosha, nga pozicioni nga që e kam njohur atë, më duket diçka absurde. Gjithsesi i takon gjykatës ta vlerësojë edhe po dënohesh i 75 vjeç, 7 vjeç moshë, është ai i 27 vjet burg. Për i gjest tillë, më duket disi me fëmijët e tij pra brenda familjes. Duket disi absurde. Duket disi absurde. Sepse nuk duket se është natyrë të tillë, por është komuniteti ai që e njeh më mirë ose vlerësimi i gjykatës. Nuk na takon ne ta monim, po. Vjen keq që e shoh aty, vjen keq kur konceptojnë të tillë. Por rasti amerikanit që Rasti amerikanit, si dhe fundjetës. Unë nuk kam qenë atë ditë në shërbim, ka qenë kolegë e mi, se mas fetimeve që doli, atë ditë kishte pas e dashur ati kjo bashkëtuese që vrave këtu në Shkodër, kishte pas datinjen. Dhe ai shfrytëzoi kohën që bashkëvuajtësi vet kishte gjyqë ditë këtu në Shkodër. Dhe kohën e rimit pasi doli gjithë në rim, ky ka rikthyer qelinë e tij dhe ka ndërtu skemen dhe është vërë bërë. Doli më rapë shkojnë komplik me shenja jetën, pak në bizë dikon. Tu ka të një Shkodër. Edhe kompliku e nisi për një më të specializuar për Shkodër. Por rasti i Rumunit, një moshë e re që edhe ai i dha fund jetës. Humbi jetën nga mbi dozat, paktën kështu është raportuar. Rasti i Rumunit për mbi dozë, më tha, sepse në komplik, si në tha stafi mjekësor me fjalë, janë mundu që ta rikthejnë për ta bërë për nxjerrë atë që kishte atë, por ishte e pamundur. Dhe rrugë disha në spital nuk e ka tek në Shkodër. Djali i ri, nuk e kam jashtë afër nuk ka qenë sektorin tim ose kolegët e mi që kanë, por djali i ri. Në fakt si ndodhin këto raste, pse ndodhin, si shërben stafi mjekësor, pra sepse janë dy raste, po themi një kohë shpejt, ka patur edhe disa raste tjera. Në Shqipëri janë brenda pak muajve 5 raste në total. Të personave të cilët një formë apo një tjetër i kanë dhënë fund jetës. Tek ne, stafi mjekësor është non-stop 24 orë. Noshis për një rast të urgjent janë detyruar të lënë çdo punë tjetër dhe pavarësisht ngarkesës përditshme, sepse perimetri dhe specifika burgut është ndërtuar në mënyrë të tillë saqë në moment ndodhet edhe një rast tjetër. Në ndodh shpesh herë për shembull detyruar të thirrim një spjekun, po është një rast më i urgjent se ky që kemi. Dhe është detyruar shkojë të njëjtë procedurën të japën imën atij që është më problem. Një mjek është burgu në Reçi? Një mjek, një mjek janë non-stop 24 orë dislokuar në institucion. Japin ato terapi ditore sepse kemi edhe çëna në spitalet ku tajtohen. Mjafton për afro 700 para burgosur të burgosur? Po, për aty mjafton, për atë masë që mund të kenë në ndikimin e terapisë. Nësa për mjekime më specializuar, im detyruar të shkojmë në spitalin e Burgut, që kemi shumë në Tiranë, ose në spitalet renale në Shkodër, si mas ekzaminime që kanë. Si jetojnë sot efektivet e burgjeve? Paktën tani në perceptimin publik, ndoshta edhe ju mund ta keni hasur, mendohet sikur janë goxhat pasur që kanë goxhat përfitime për shkak sendeve të paligjshme dhe për shkak përfitimeve të paligjshme që mund të jenë brenda burgut nga familjarët apo të burgosur. Mos mund ta pranoj kurrë. Policia burgje është mund të jenë sektori më i përsëritur gjithë sektorit të policisë. Pavarësisht nëse edhe niveli që kanë ardhur aty, por janë më nuk jeni të pasur. Kjo është vetëm demagogji, ku ta thotë kat. Mund në një kim që mund të japë versione të ndryshme që ja, është absurde. Është komplet absurde. Si trajtohen, po themi, ish-zyrtarë të cilët arrestohen edhe vinë aty për të vuajtur dënimin ose edhe momentet e paraburgimit.
Për shembull, keni patur një kryetar bashkie, Frant Frokaj, që u lirua me amnisti. Po, besoj edhe ish zyrtar tjerë. Një lloj si tjerët, nuk kemi dallimin e. Po mërzisht për armin që ke ose pozicionin që ke, ne jemi durum të japim trajtimin barabar me paraburgosit ose burgosit tjerë. Ka ndonjë privilegj? Ja, nuk e ulin veten, si rasti i tij që përmend, nuk e ulin veten, s'kan ç't kërkojnë ndaj privilegj. Pjesa e diskutimit me ta mund të jetë thjesht në termin e jetës përditshme, diskutimi i problem që mund të ketë me taku një edukator, një mjek, një shqetësim që mund të ketë për çështjet e tij që ne mund t'ja përcjellim të sektorit përkatës, po jo se ka ndonjë privilegj. Si sillen kur janë burg? Këtë normal. Normal. E je pendu që ke zgjedh këtë punë? Ja, nuk kam i penu, se kam zgjedh këtë punë, sepse një ju do punoj, do ushqesh, do ndërtosh familjen. Por po t'ishte puna të rifillosh sot, nuk do fillosha, në vetët e një kimet që e kanë dhënë. Trish dëmëtorë në ndysni, i mbyllën burg, jashtë, pa pas asë lloj komunikimi me familjen, është tepër rëndë. Po, ja që bënë në vetëm, jemi duru ta vazhdojmë. Ka raste që nga bota e krimit vinë dhe vishen me uniform? Mund të ketë pas në një kim, që disi një formë mënyrët gjatë viteve e ka apelu venimin ose ka fitu pa fajtësin, që nga vitit 2018 e mrapa Ministria e Drejtësisë ka ushtu një kujdes të veçantë, bile kemi pas raste kolegë që një urdhër që kush ka pas probleme me sistemin e drejtësisë, janë largu nga sistemi penitenciar. Kontrolli i këtyre figurave që tepër intensiv, pavarësisht se sa ka funksionuar. Sigur e prekëm më para janë të nikimet, se ne këtu në gjithë që jetojmë. Si ka ndryshuar burgu i Reqit nga dita e parë që u hap deri më sot? Ti ke qenë vete, ke parë në brejmetin. Po, kam qenë 2-3 herë. 2-3 herë e ke parë. Unë se kam menu se do mushit burgu ka shumë. Të thamë dajtë në bisede me kolegu me miqë kur diskutoshim, thëshëm, ata kanë ba sepse ka qenë pjesë projektit mu ba, por se do mushit kjo burg në herë, nuk nga shkun me. Shpresojmë që kodin e amnistisë punit që është kodi i penal të ketë sa ma pak para burgosur e burgosur. Cili është gabimi që bëjnë njerëzit kur mendojnë jetën brenda burgut? Pra, do shta kryejnë lehtësisht një krim, se thonë, ha mos në burg do shkoj, s'do bëj shumë edhe do dalë, s'është problem. Kush e koncepton kështu, e ka gabim. Në burg nuk është vetë personi, po është familja, ajo që e vu në Mikuris. Imagjinoj atë që çdo i ri, çfarë peshët mund të ketë familja, për atë fëmijë që mund të ketë burg. Bëhet si shoqërohet, mund të polemik që mund të jetë e brendshme. Është familja që e vu në Mikuris, çdo të paraburgosur, çdo dënuari, më tepër se i paraburgosur. Duke qenë aty, a cilëson veten si gjysmë burgosur, duke qenë se punon herë pas herë, 12 orë në ditë. Disi një mënyrë, po, kjo është puna, kjo kemi zjedhë. Nuk kemi që bëjmë. Kemi me të punë, jemi durum të vazhdojmë misionin deri sot mundë. Pavarësisht me ato vështirësi, me ato ngarkesa, me ato padajte që nuk për këtë vjen keq, është më tepër nuk na realizohen, sepse jemi në ndryshni non-stop. Pavarësisht në stafi civil i ka ditë të pushimit, edhe një kohë ndalin lëvizjen e ne. Kur të hymë brenda, jemi të shkutën totalisht nga realiteti i jetës përditshme. Dhe deri kur dozojmë shërbimin për një efektivi në rresa, se s'më dalëm asnjë në shërbim pa ardhur në rresa shërbimit, jemi durum presim atë. Çfarë do lloj problemi tjetër jashtë? Ndikon kjo tek familja, tek si është kjo pjesa me raportin me familjen, me juaj? Nikon. Jep efekt në vetë, problematik me pas në familje, durum familja të marrë zyrë informacionit aty, edhe sa për delë për të komunikuar, është i për i problem që mund të kesh. Jep efektin e vetë. Nuk e dini se keni një mesazh të fundit. Uroj që të ketë sa më pak të paraburgosur, të burgosur, të përvishin punë se jetës përditshme, dhe të hapim shkolla, jo burgje. Faleminderit. Faleminderit juve. Kemi qenë në këtë intervistë me Lek Bushi, një dëshmitar i gjallë i sfidave të jetës brenda hekurave në kutinë e mbyllur të burgut, duke jetuar çdo ditë me presionin, rrezikun dhe përgjegjësinë ndaj jetës së tjetrit. Në fund, për te uniformës,
gjithmonë mbetet njeriu. Një histori që nuk është vetëm e tij, por edhe një sistemi që ka kaluar kohë të vështira dhe ende sot kërkon forcë dhe përmirësim. Faleminderit dhe natën e mirë.